Andaj besimtari të ndërru vëllezër dhe motra, edhe atë kur s'është i aftë që t'jetë aktiv në projekt caktuar, ai e gjen një pozicion pozitiv që nga ai të kontribon. Nëse s'është mbrana projektit, me kontribut, me dije, pasurie, me çka do qoftë, ai tenton që nga çdo aspekt që të ketë gjurmë të tij në projektet harit, me fjalë të mira, me inkurajim, me përkrahje, me mbulim hmetave, me lutje, dua të vazhdueshme e kështu me radhë. E gjen në çdo projekt harit është i inkuadruar, qoftë nga aspekti i brendshëm si iniciator, qoftë nga aspekti pastaj i përkrahjes dhe bashkëpunimit, apo qoftë nga aspekti i inkurajimit, lutjes dhe mbështetjes me keq çka ka nga mundësi që e ka pa Allahu te barekutaala. Ai është i kujdesshëm për çdo kategori çështjes, për jetimët dhe për të varfrit, vobektit, për ignorantët, për të gjithë tjerët, me keq atë që ka mundësi. Prandaj besimtari e llogarit se çdo aktivitet i tij realisht është një mundësi që të rëndohet peshorja ditën e gjykimit. Ai e din se surja Zelzele ka mësuar femen ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Nëse e bën mirë edhe sa një grimës ka me e gjetë ditën e gjykimit. Ajo grimës është shpesh e shpërfillur nga ana jonë. Andaj në çdo projekt, në çdo punë të harit, ne kemi mundësi një grimës me e dhon. Një grimës mundesh me e dhon. Ato kemi gjetë ditën e gjykimit. Ai mos pret me dhon copa të mëdha. Mos pret me dhon diçka shumë ndoshta që të bën përshtypje. Edhe ajo është padyshim çështje që besimtari tenton me bë. Po s'ka mundësi kalon tek ajo më e vogël. Më e vogël deri tek thërmia. E thërmia nuk është duaja. Duaja është më e madhe se thërmia. Me bëu dua për projektet harit, për punë të harit, për njerëz harit është më e madhe se thërmia. Se duaja është më e madhe se thërmia. E Allahu thotë, madje sa një thërmi me kon. Do më thotë bie diçka halanër dua. Veç mendim mirë me pasën se pata. Ose çka do qoftë. Sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ittaqunara walau bi shaqqi tamra. Ruaju e mbrojeni nga zori i xhenimit qoftë edhe me gjysmë hurme. Kjo është qasja optimiste e besimtarit. Asnjëherë nuk është i zgënjur, i dekurajuar, nuk i kur gjithmonë mundësi për të bërë mirë. Me një fjalë me ato që i përmana, ama e gjen pozitiv, e gjen pjesëmarrje në shoqëri, e gjen gjithkund në kuptim pozitiv dhe në kuptim të pjesëmarrjes në punë të harit. Nuk është inferior, nuk njihet i dorës dytë apo i dorës tretë, nuk njihet i përjashtuar nga shoqëria, po pjesë e saj e vazhdueshme.